Vërtet është një pyetje interesante dhe e rëndësishme për çdo musliman me e shtruar dhe me pas parasysh, për arsye se nuk ka për njeriu dhuntim më të madh në këtë sipërfaqe në këtë jetë në përgjithësi se sa që të bëj një dua dhe Allahu xhalla wala t'ia pranoj atij lutjen. Megjithatë, për të folur për këtë temë vërtet nevojitet një kohë pak më gjatë, unë vetëm do të ndalem në disa pika të rëndësishme. Ajo është se nuk ka dyshim që për një lutje për të qenë e pranuar tek Allahu xhalla wala duhet të realizohen disa kushte, disa rregulla, disa kritere, pastaj që ajo lutje që të jetë e pranuar prej Allahut të plotfuqishëm. Fillimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith të saktë se vërtet Allahu i Madhërisëm në transmetim siç ka ardhur, Allahu i Madhërisëm turprohet prej një robi i cili i ngrit duart dhe e lut Allahun e Madhërisëm që ato t'i kthej zero, do thot pa kurrë hiç, me një fjalë duar that. Dhe nga kjo lutje e shohim se vërtet Allahu xhalla wala lutjes së besimtarit nuk e refuzon atë, nuk e kundërshton apo nuk e kthen prapa, përveç se nëse për këtë lutje ose gjatë kësaj lutjeje nuk janë përfill ato rregulla dhe ato gjëra të cilat kihen parasysh. Për arsye se në një hadith tjetër njëjtë tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembullin e një personi i cili ka marrë një udhtim të gjatë. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë një udhtim të gjatë, teshat i ka të zhytura, të pluhrosura, flokët i ka të prishura dhe në atë gjendje të vështirë të udhtimit, për arsye se siç kuptojmë një nga momentet dhe situatat ku Allahu xhalla wala e pranon lutjen besimtarit është kur ai merr një udhtim dhe është udhëtar. Megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmend shembullin e këtij njeriu i cili është udhëtar me këtë formë dhe në këtë gjendje të rëndë të udhtimit, të lodhjes, të raskapitjes, për arsye se atëherë udhtimet bëheshin me muj, thot i ngrit duart tek Allahu xhalla wala dhe thot o Zot, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot por megjithatë ky njeri veshjen të cilën e ka është haram, ushqimi i tij është haram, është ushqyer dhe pija e tij është haram, atëherë si ti përgjigjet Allahu xhalla wala këtij njeriu? E shohim se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e përmend këtë shembull dhe po thotë se si qysh mi përgjigj Allahu xhalla wala këtij njeriu përderisa ai i ka bë këto te i kalime. Pra janë dy hadithe që vërtet nëse i thellohemi në kuptimin e këtyre dy haditheve kuptojmë se çfarë duhet të bëj besimtari nëse duhet me qenë prej atyre që Allahu u pranon lutjen. Pra shembulli tjetër i parë thot Allahu xhalla wala pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i Zotit i vjen marrë mi kthy ato duar that. Kurse në shembullin tjetër po thot Allahu xhalla pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çysh mi përgjigj atij lutjes së tij përderisa ai është ushqyer me haram, ka pir haram, pastaj është veshur me haram, çysh mi përgjigj Allahu xhalla wala atij. Pra këto dy krahasime e kuptojmë qartë se nëse ne dëshirojmë që Allahu xhalla wala të na përgjigjet lutjeve tona, atëherë nuk ka dyshim që puna e parë që duhet me pas parasysh është që njeriu të jetë të largohet prej harameve. Të jetë pe atyre besimtarëve që kur e dëgjon që Allahu xhalla wala e ka bë haram, e ka ndaluar një punë, largohet nga ajo. Edhe nuk i afrohet asaj. Nëse këtë e plotson, pastaj bëhet prej atyre robërve të cilët i përmbahen urdhrave të Allahu xhalla wala, farzave të Zotit Madhërisëm, edhe është i devotshëm, është i përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisëm, atëherë këtij personi i përgjigjet Zoti Madhërisëm lutjes së tij. Pra shumica e jon ndoshta kur pyetemi rreth kësaj pyetje edhe apo kur dëshirojmë me kuptu, na intereson cilën lutje duhet me lezu për këtë situatë, si të formulohet ajo lutje, më shumë na interesojnë disa finesa, si themi ne, apo disa formalitetet lutjes. A e rëndësishme është nuk po duam e nënvlerësu punën që e quajta formalitet, për arsye se këto janë më rëndësi, por themeli, baza e përgjigjes së lutjes është që njeriu të jetë i përkushtuar në rrugën e Allahut të Madhërisëm dhe i përmbahet urdhrave të tij, atëherë këtij personi Allahu xhalla wala i përgjigjet lutjes së tij. Pastaj duke ia shtu kësaj edhe që besimtari të përzgjedh kohët e përshtatshme ku Allahu xhalla wala nuk refuzon lutjes, sikurse që ishte lutja e udhëtarit
pastaj lutja ndërmjet dy ezaneve, domethënë ezanit edhe ikametit, pastaj lutja në 1/3 e natës, në fundin e natës, pra pak para namazit të sabahut, pastaj lutja e personit i cili ka agjëruar ditën edhe para iftarit, pastaj lutja që e bën besimtari gjatë ditës xhuma, posaçërisht ka perëndimi i diellit. Domethënë këto janë disa kohë që besimtari nëse i kërkon, i hulumton, ti shpeshtoj duat, Allahu xhallahu nuk ja refuzon lutjen në këto momente. Pastaj e rëndësishme për besimtarin që Allahu xhallahu t'ia pranoj lutjen e tij është edhe që të mundohet të kuptoj se cilat janë lutjet do thot transmetuara nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në situata dhe në raste të ndryshme, të cilat gjenden në libra të ndryshëm, sikurse që është libra mburoja muslimanit. Aty kemi disa lutje që janë prej suneti vet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka bërë në situata të ndryshme, edhe ato nëse i lexojmë apo i mësojmë dhe i bëjmë në situata kur vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka bërë, atëherë edhe këto pranohen. Pra këto janë shkurtimisht pa u futur në elaborime pak më të detajueshme, ato gjëra që duhet me i pas parasysh besimtarin nëse dëshiron me qenë nga ata të cilët u pranohet lutja.